Atlantida. Vetë emri përshprit mistere të lashta. Një qytetërim i humbur në kohë, i gëlltitur nga deti. A ishte i vërtet, apo vetëm një legjendë? Ajo që dimë është joshëse. Kemi pamje të një populli me njohuri të përparuara. Ata zotëronin fuqi të jashtëzakonshme, por historia e tyre është një histori paralajmëruese. Historia e një qytetërimi që fluturoi shumë afër diellit dhe u rrëzua përsëri në tokë. Historia e Atlantidës është e mbështjell me mister e transmetuar brez pas brezi. Një histori një perandorie të fuqishme. Zotësia e tyre teknologjike ishte e pakrahasueshme. Përshpëritjet flasin për manipulimin e energjisë dhe madje kontrollin mbi elementet. Por nga erdhi kjo njohuri, a ishte rezultati i zgjuarsisë së tyre, apo kishin ndihmë nga diku përtej kësaj bote? A mund të kenë qenë Atlantidët të vizituar nga jashtë toksore? A i ndanë këto qenie teknologjinë e tyre të përparuar? Provat janë bindëse. Teoria e astronautëve të lashtë propozon pikërisht këtë. Sugjeron që alienet vizituan tokën në të kaluarën e largët dhe se këto qenie ndikuan në zhvillimin e qytetërimit njerëzor. A është e mundur që Atlantida të ketë qenë një nga këto qytetërime? Konsideroni provat. Atlantidët zotëronin teknologji shumë përpara kohës së tyre. Burimet e tyre të energjisë mbeten një mister. Aftësia e tyre për të manipuluar elementet është legjendare. Përparimet e tilla duken të pamundura për kohën e tyre. Përveç nëse sigurisht nuk ishin vetëm. Përveç nëse dikush ose diçka u dha një dorë ndihme. Atlantidët ishin zotërinj të domenit të tyre, por ambicia e tyre nuk njihte kufi. Mbreti i tyre i konsumuar nga lakmi për pushtet, u zhyt në magji të ndaluar. A i kërkoj të kontrollonte forcat për te të kuptuarit të tij. A i besonte se mund të bëhej një zot, por ambicia e tij doli të ishte shkatërimi i tij. Magjia e mbretit u kthye kundër tij. Pasojat ishin katastrofike. Vetë elementet që a i kërkoj të kontrollonte u kthyen kundër tij. Toka u dridh, detet u tërbuan. Atlantida, dikur një pistar i shëndritshëm i qytetërimit, u shkatërrua në valle. Lakmia e mbretit për pushtet kishte shkatëruar gjithçka. Një kujtesë tragjike se edhe qytetërimet më të përparuara nuk janë imune ndaj arrogancës së tyre. Historia e Atlantidës është një tragjedi, një kujtesë se dituria pa mençuri është e rrezikshme, se pushteti pa frenim është shkatërues, por është gjithashtu një histori magjepsëse. Një mister që vazhdon të pushtojë imagjinatën njerëzore. Kërkimi për Atlantidën vazhdon. Disa besojnë se është një mit. Të tjerë besojnë se është atje diku duke pritur gjendet. Çfarë sekretet fsihen në valë? Çfarë teknologjish u humbën? Çfarë mësimesh mund të nxjerrim nga fati i tyre? Përgjigjet mund të jenë të fshehura në thelësi, duke pritur që ne t'i zbulojmë. Trashëgimia e Atlantidës vazhdon, një kujtesë së kaluarës dhe një paralajmërim për të ardhmen.